Komisioni Rregullatori i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinë Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 2.62% në raport me vendimin e datës 17/8/2026. Çmimi i shitjes me pakicë të benzinave Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 rriten për 1.5 denar për litër. Çmimi i shitjes me pakicë euro dizelit rritet për 3.5 denar për litër. Çmimi i shitjes me pakicë vajit ekstra të lehtë për anvisri rritet për 2 denar për litër. Çmimi i shitjes me pakicë mazutit M1SU rritet për 1.850 denar për kilogram. Kështu që nga data 25/8/2026, pas mesnate, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë: benzin motori Euro Super BS 95, 93 denar për litër; benzin motori Euro Super BS 98, 95 denar për litër; naftë motori Euro Diesel 101.5 denar për litër; vaj për djegje ekstra i lehtë 100.5 denar për litër dhe mazut M1SU 45.576 denar për kilogram.